Sepse Irani, me përdorë kapacitetet shtetet e bashkuara të cilat i kanë edhe ushtarake mbi gjitha, edhe inteligjencën sidomos, 24 orë nuk reziston. Por luftat nuk bëhen gjithmonë me shkatru një vend. Amerikanë nuk po duhen me shkatru shtetin iranian. Me fitu. Me fitu zemrën e iranianëve, që ata me jetu në shtet normal, pa kërcënu 700 të ti. Kjo strategjia ma idiote në luftat historike që i ka bo dikush. 700 të ti i ka gjujt me raketa. Është ngrejtje pazari. Është ngrejtje pazari. Është ngrejtje pazari. Te arabët, te fqin tuj, Halil, kush e fiton luftën që ku ju të gjunit Maqedonin, Kosovën, Malëzi, Greqinë edhe Tresën e të bijën nesër. E ku keni me jetu ju? Halil, kush e fiton luftën? Kush e fiton luftën? Që kjo është strategjia. A ke dilema? Lufta është e fitu me presidenti Trump edhe Shtetet e Bashkuara, luftën në Iran nuk e kanë prioritet, ajo është agjendë ditore. Se kanë prioritet. I kanë të detyra agjendë ditore me mbaru. Domthon, edhe ato e bojnë forcat, domthon marinsat dhe forcat ajrore, presidenti Trump i kthyer punët e tjera. Apo dalin dy palë fituese, se ai tha për hormon ta do merrem me vesh. Zoti Sadiku. Tha edhe me ajatollahun që se di. Sipas narratives staliniste, po, gjithmonë dolin edhe Miloševiqi ka shpall fitore në ditën që kanë lëshu kapitullimin në Kumanov, me 10 qershor 99. Ka dalë në televizion nacional serb, ju lutem ta mbaroj si fjali. Absolutisht. Ka dalë në televizion nacional serb dhe ka shpall fitoren e forcave serbe, ku në Kumanov, në pranitë e generalëve të NATO-s, edhe generalëve serb, është nënshkru kapitullimi, me kushtet më të rënda që ndonjëherë në kapitullim është nënshkru. Dhe pollavaxhit e studiove ose të politikës tona neje kënej, e shesin të mund që Serbia nga qenë ka një farë kërcënimi. Këtë e veç pollavër. Serbia ka kushtet e kapitullimit. Po, por Serbia sot është Gjermania hitleriane e rinovume. Mirë, dini pse është quajtur marrëveshje teknike